A mund të quhet Edi Rama një diktator? Një analizë e paanshme nga këndvështrimi i inteligjencës artificiale. Në debatet publike dhe rrjetet sociale shqiptare, figura e kryeministrit Edi Rama është kthyer në një qendër polemikash të ashpra. Kritikët e quajnë autokrat, monark të zgjedhur, madje edhe diktator modern, ndërsa mbështetësit e tij e shohin si një lider karizmatik që ka sjellë stabilitet dhe projekte zhvillimi në vend. Por a është e saktë të quash Edi Ramën një diktator? Dhe si e shikon këtë çështje një sistem inteligjence artificiale që synon të jetë objektiv dhe i paanshëm? Çfarë është një diktator? Përkufizim. Sipas përkufizimeve të përdorura gjerësisht në shkencat politike, një diktator është një lider që qeveris pa ndarjen e pushteteve, kontrollon median, shtyp opozitën, ndryshon rregullat për të qëndruar në pushtet pafundësisht, shkel të drejtat e njeriut dhe liritë themelore, eliminon proceset demokratike për qëllime personale ose të grupit të tij. Pra, nuk mjafton të jesh një lider i fuqishëm apo të kesh fituar disa palë zgjedhje me shumicë. Diktatura lidhet me sjelljen politike, mënyrën e qeverisjes dhe abuzimin sistematik me pushtetin. Element që ngjallin shqetësim në qeverisjen e Edi Ramës. 1. Kapja e institucioneve dhe kontrolli mbi drejtësinë. Qeverisja e Ramës është shoqëruar me një proces të diskutueshëm të reformës në drejtësi, ku një pjesë e madhe e prokurorëve dhe gjyqtarëve janë larguar përmes procesit të vettingut. Ndërsa kjo reformë fillimisht u mbështet si një hap drejt shtetit ligjor, kritikët argumentojnë se kontrolli i qeverisë mbi institucionet e reja të drejtësisë është i rrezikshëm. Fakti që SPAK vepron me një intensitet të dukshëm vetëm ndaj opozitës, ndërsa skandalet brenda pushtetit shpesh nuk ndjekin të njëjtin trajtim, ngre pikpyetje serioze për ndarjen reale të pushteteve. 2. Qeverisja me urdhëra dhe mungesa e debatit parlamentar. Parlamenti shqiptar në drejtimin e mazhorancës socialiste është reduktuar në një mjet formal që miraton çdo propozim të qeverisë pa debat të thellë. Ligje të rëndësishme miratohen me shpejtësi, ndërkohë që zëri i opozitës shpesh injorohet ose ridikullohet. Rasti i ligjit për teatrin kombëtar, prishja e godinës pa konsensus publik dhe shpërfillja e artistëve, si dhe mënyra si u ndërtuan projektet e mëdha si Unaza e Madhe apo Porti i Durrësit, janë shembuj të qeverisjes përjashtuese dhe arrogante, që minon demokracinë përfaqësuese. 3. Kontrolli mbi mediat dhe sulmet ndaj gazetarëve. Në drejtimin e Ramës, klima për lirinë e shtypit në Shqipëri është përkeqësuar. Raportet ndërkombëtare, si ato të reporterëve pa kufi dhe Freedom House, tregojnë se mediat përballen me presione ekonomike, paditje strategjike, slap, ndërhyrje të drejtpërdrejta dhe qasje të privilegjuar për mediat pranë qeverisë. Vetë Rama është përfshirë personalisht në diskreditimin publik të gazetarëve, duke i quajtur kazan, budallënj, spekulant. Kjo gjuhë është tipike për regjimet me tendenca autokratike, ku media perceptohet si armike dhe jo si një pushtet i katërt. 4. Përqendrimi i pushtetit në një individ të vetëm. Rama është lider absolut i Partisë Socialiste prej më shumë se 18 vitesh, pa asnjë sfidë të brendshme. Ai kontrollon ekzekutivin, legjislativin dhe në mënyrë të tërthortë edhe drejtësinë dhe median publike. Ministrat, deputetët dhe institucionet shpesh duken më shumë si zëdhënës të vullnetit të tij sesa si individ me mendim të pavarur. Po nga ana formale, a është Shqipëria një diktaturë? Jo. Shqipëria nuk është një diktaturë në kuptimin klasik. Ka zgjedhje të rregullta, edhe pse me problematika, pluralizëm formal, media të pavarura, edhe pse të dobësuara, dhe liri personale në nivel bazik. Rama nuk ka shpallur veten sundimtar i përjetshëm, nuk ka ndaluar partitë e tjera, dhe ende nuk kemi përndjekje të hapura politike në stilin klasik. Por këto shenja nuk janë të mjaftueshme për ta quajtur Shqipërinë një demokraci të shëndetshme. Rëshitja drejt autoritarizmit elektoral është e dukshme dhe modeli i Ramës ngjan gjithnjë më shumë me liderët të fortë të tipit Erdogan, Vučić apo Orban, që qeverisin me vota, por në thelb jashtë frymës demokratike. A është Edi Rama diktator? Nga këndvështrimi i një inteligjence artificiale që analizon sjellje, praktika dhe modele të qeverisjes në krahasim me standardet ndërkombëtare. Edi Rama nuk është një diktator klasik, si Enver Hoxha apo Kim Jong-un. Por qeverisja e tij përmban shumë element të një autokracie moderne, ku pushteti përqendrohet, lirit kufizohen në mënyrë të heshtur dhe institucionet dobësohen qëllimisht. Nëse nuk ka frenim të këtyre tendencave, Shqipëria rrezikon të largohet gjithnjë më shumë nga modeli evropian i demokracisë liberale. Në vend të fjalës diktator, termi më i saktë për sot do të ishte një lider autokratik me legjitimitet elektoral, por me praktika gjithnjë më të diskutueshme demokratike.